Shikues të ABC News ju përshëndes, u takuam sërish bashkë në hapësirën Shqipëria sot përpara zhvillimet më kryesore, do ndalemi tek zgjedhjet e 11 majit, qoftë procesi i certifikimit të mandateve, por edhe tek i rinumërimit të votave për qarkun e Tiranës. Por fillimisht ne do të jemi me kolegen Greta Bullari, pasi Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, siç e thash, vazhdon me certifikimin e rezultateve të zgjedhjeve. Greta, të përshëndes, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vijon me punën e tij, le të themi, siç është edhe rasti i certifikimit të rezultateve, është radha e 4 qarqeve sot apo jo për të vijuar me ndarjen e mandateve. Fabiola, të përshëndes, po, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve për pak pritet të nisë edhe mbledhja e thirrur nga kryekomisioneri Ilirian Celibashi për të shpërndar mandatet edhe për 35 deputet të tjerë që i takojnë pikërisht 4 qarqeve. Në zgjedhjet parlamentare të 11 majit, Partia Socialiste arriti të siguronte 5 mandate në qarkun e Beratit, ndërkohë që Partia Demokratike vetëm 2 mandate, po ashtu certifikimi i rezultatit, por edhe shpërndarja e mandateve do tjetë edhe për qarkun e Dibrës, nga ku Partia Socialiste arriti të siguroj 3 mandate dhe Partia Demokratike 2 mandate. Shpërndarja e mandateve do tjetë gjithashtu edhe për qarkun e Shkodrës, konkretisht 4 mandate për Partinë Socialiste, 5 mandate për Partinë Demokratike dhe 2 mandate për Partinë Social-Demokrate. Ndërkohë që qarku i fundit, i cili do të certifikohet ditën e sotme, duke i dhënë fund, po themi edhe të gjithë procesit të ankimimeve, është qarku i Vlorës, nga ku Partia Socialiste ka arritur të siguroj 9 mandate, ndërkohë që Partia Demokratike në kuvendin e ardhshëm do të ketë vetëm 3 deputet nga ky qark. Më duhet të theksoj se këto 4 qarqe i bashkohen edhe 4 qarqeve të pak ditëve më parë, të cilët u certifikuan duke e çuar në 8 numrin e qarqeve në të cilat tashmë nuk ka asnjë dilemë. Rezultati është certifikuar dhe deputetët 35 nga certifikimi i ditës së sotme, por edhe 24 nga 4 qarqet e Kukësit, Lezhës, Gjirokastrës dhe të Korçës tashmë po themi ka përfunduar dhe janë një hap larg parlamentit të ardhshëm të shtatorit, pasi për këto 8 qarqe procesi i ankimimeve ka përfunduar, kolegji zgjedhor i ka certifikuar dhe i është hapur rruga edhe certifikimit total të zgjedhjeve dhe shpërndarjes të mandateve nga ana e kryekomisionerit Ilirian. Vetëm 4 qarqe të cilat janë në proces rinumërimi. Kuptoj. Mirë, Greta, faleminderit për këtë raportim të drejt për drejt. Në këtë moment do të jemi me kolegun Andon Kello, pasi procesi i rinumërimit të votave për qarkun e Tiranës është drejt fundit dhe me sa duket nuk kanë sjellë asnjë ndryshim tek mandatet. Mirë, shkojmë te kolegu. Andon, besoj edhe pak kanë mbetur apo jo për të përfunduar edhe këtë proces? Kanë mbetur edhe 32 kutit e fundit të votimit për të rinumëruar për qarkun e Tiranës, njëra prej të cilave i përket Bashkisë së Kavajës, edhe një kuti ka mbetur në Bashkinë e Kavajës për ta përmbyllur rinumërimin edhe aty, një rinumërim që filloi ditën e djeshme, ndërsa 31 kuti të tjera i përkasin Bashkisë së Rogozhinës, bashkia më e vogël në nivel qarku, dhe sërish shifrat janë minimale të gjetura në këto 2 bashki të fundit për të rinumëruar, por në total kjo e ka çuar numrin e votave të hequra për Partinë Demokratike në 604 vota, thuajse 2 fishin e atyre të Partisë Socialiste. Partia Socialiste është duke humbur 382 vota nga rinumërimi, ndërsa Partia Mundësia vetëm 44 vota po i hiqen. Pra, siç e theksova edhe një herë, tashmë jemi në finish, ngelen vetëm 1 ose 2 orë për të përmbyllur rinumërimin qarkun e Tiranës, nuk ndryshon asgjë, qoftë tek mandatet për subjektet, qoftë për mandatet për kandidatët. Megjithatë, në listën e Partisë Demokratike është Jorida Tabaku, ajo e cila po humb më shumë vota se Ilir Ali Mehmeti, 235 vota po humb Jorida Tabaku, 137 Ilir Ali Mehmeti, por këtij të fundit nuk i sigurojnë dot mandatin e 13 për shkak se diferenca fillestare është rreth 2400 vota. Në listën e Partisë Socialiste, Olta Xhaxha po humbet 49 vota, Blerina Gylameti është duke fituar 18 vota, diferenca tashmë shkon tek le ta themi tek 73 votat, por me kaq kuti të mbetura tashmë dhe me këtë margj duket se nuk do të kemi
lëvizje mandatesh edhe në listën e Partisë Socialiste, megjithëse diferenca është e ngushtë. Olta Gjaçka me sa duket siguron mandatin e saj edhe me këtë rinumërim. Dërsa në Kavaj, aty ku ka pasur shumë pritshmëri nga Partia e Lirisë për mandatin e Ilir Metës, Ilir Meta rezulton se është një nga ata të cilët i janë shtuar padrejtësisht vota. 2 vota më shumë rezulton Ilir Meta në Kavaj, por në këtë bashki, të paktën nga lista e Partisë Demokratike, më shumë vota komisionerët duket se i kanë shtuar kandidatëve lokal, rreth 64 vota kandidates lokale Loranca Hoxha dhe rreth 27 vota Elton Roshit, kushëririt ish kryebashkiakut socialist për Kavajën, Elvis Roshi. Këto janë rezultatet deri më tani, siç e theksova njëherë, është dita e 9 e rinumërimit për Tiranën, gjetjet janë minimale edhe në shifra, por edhe në lëvizjet mes subjekteve dhe kandidatëve, megjithatë Partisë Demokratike dhe kandidatëve të saj. Ky proces rinumërimi, me sa duket i ka rezultuar një bumerang, duke zbuluar edhe atë se çfarë kanë bërë komisionerët e tyre gjatë zgjedhjeve të 11 majit dhe procesit fillestar të numërimit të votave. Ne kuptoj mirë, Andon, faleminderit për këtë raportim të drejtë për drejtë të informacioneve që përsolla. Një dyqani në Fushkruj është vënë tritor lëndë plasëse në pjesën e jashtme të tij, ka patur vetëm dëme materiale, megjithatë do të shohim se kush është pronari dhe nëse policia ka mundur zbulojë dhe për cilat arsye është vendosur kjo lëndë plasëse. Do të jemi në këtë moment me kolegun Ervin Leka. Ervin, të përshëndes, kush është pronari i biznesit dhe çfarë ka hetuar policia deri në këtë moment sa i përket shkaqeve? Bët fjalë për një dyqan në pronësi të 30 vjeçarit Donald Luka, ku rreth orës 2 të mëngjesit të sotëm është vendosur edhe lënda plasëse. Në fakt nga ekspertiza paraprake që është kryer, rezulton se lënda eksplozive ka qenë në një masë të vogël dhe ka shkaktuar vetëm disa dëmtime të vogla në pjesën e qepenit të dyqanit në pronësi të 30 vjeçarit Donald Luka, i cili paktën referuar e dëshmisë që ka dhënë tek grupi hetimor, dëshmisë paraprake, ka pranuar se nuk ka konflikte me persona të tjerë dhe nuk e di se kush mund ta ketë vendosur këtë lëndë eksplozive, megjithëse policia është e bindur se kemi të bëjmë me një mesazh pra në drejtim të 30 vjeçarit Donald Luka në biznesin e tij, ku vetëm pak më tutje ka edhe disa biznese të tjera, një bar restorant, por edhe një bar kafe, të paktën sipas të dhënave në polici, për shkak të konflikteve që ai mund të ketë pasur edhe më herët me persona të tjerë, pavarësisht se nuk ka pranuar që t'jap emra apo detaje. Këto janë dyshimet e ngritura dhe fokusi i grupit hetimor është pikërisht konfliktet e 30 vjeçarit, çka mund të ketë sjellë edhe vendosjen e lëndës eksplozive. Dyqani në fakt nuk ka qenë i pajisur me kamera sigurie, por janë kamera të bizneseve të tjera që po hetohen nga ana e grupit pra të posaçëm që është ngritur për të zbardhur këtë ngjarje dhe për të rënë në gjurmët e autorëve. Donald Luka nuk është një emër i panjohur për policinë e shtetit për shkak se në mars të vitit 2022 ai bashkë me të vëllain është akuzuar se kanë dhunuar një grynier të njohur pra në kryeqytet, bëhet fjalë për dhunimin e Indrit Çelës për një parakalim të gabuar, u thanë në atë kohë ku ngjarja ndodhi në urën e Gjollës, ku 2 vëllezrit, pra Ernest dhe Donald Luka, i kanë zënë prit Indrit Çelës, pra duke e dhunuar dhe në këtë mënyrë pra u kapën edhe nga kamerat e sigurisë dhe në atë kohë pra u akuzuan se ishin pikërisht ata 2 persona dhe motivi u tha se ka qenë një parakalim i gabuar. Sigurisht po hetohen gjitha pistat, por të paktën deri në këtë momente pra e shkuara e këtij personazhi, pra 30 vjeçarit Donald Luka, por edhe konfliktet e vonshme që ai mund të ketë pasur janë pista kryesore ku janë fokusuar hetuesit. Ja kuptoj. Mirë, Ervin, faleminderit për këtë informacion që solla. Vënia në funksion e markatës së peshkut në Shëngjin ka formalizuar tregtimin e produkteve të detit, është pikërisht kjo tema për cilën do të bisedojmë në këtë moment me kolegun Gjergj Figuri. Gjergj, të përshëndes, markata e peshkut në funksion tashmë në Shëngjin, çfarë do të thotë kjo? Në fakt kjo është një gjë pozitive, sepse jo vetëm formalizon tregtinë e peshkut dhe e bën atë më të kontrolluar, por në fakt bëhet fjalë edhe për çështjet e sigurisë ushqimore. Në fakt tashmë përmes ndërmarrjes së Lezhë Invest pranë Bashkisë së Lezhës, kjo markatë peshkut ka filluar të funksionojë dhe ka filluar edhe të formalizoj atë çfarë deri tani në fakt nuk ka funksionuar, që do të thotë kalimi i të gjithë produkteve të detit nga
anijet direkt në markate me pas për të shkuar të konsumatori, përmes ankandeve të peshku që bëhen pikërisht brenda markatës. Është edhe kjo një ndërlidhje tjetër mes peshkatarëve dhe anijeve të peshkimit dhe blerësve të ndryshëm, të cilët tashmë duke qenë më të sigurt për cilësinë e produktit, por pa diskutim edhe për çmimin që mund të ofrohet direkt, pasi bëhet një ndërthurje mes direkt peshkatarëve dhe blerësve, pra pa ndërhyrje të tjera në mes, ndihmon të dyja palët që në fakt të kenë një produkt shumë më të mirë, por edhe të kenë le të themi kontaktet drejt për drejta. Markata Peshkut, një investim i Ministrisë së Bujqësisë, në fakt që tashmë i ka kaluar Bashkisë së Lezhës për menaxhim, sigurisht ka filluar të funksionojë, por ndërkohë drejtori i Lezhë Invest në Bashkinë e Lezhës, Besmir Frogu, ka kërkuar që të ketë një bashkëpunim edhe më të madh mes institucioneve, kjo për të ndërgjegjësuar akoma më shumë anijet e peshkimit, për të respektuar konkretisht vetëm ligjin, pasi është përcaktuar që të gjitha deklarimet që bëhen në momentin që hyhet në det dhe deri në fund kur përcaktohet sasia e peshkut dhe sigurisht edhe të gjithë llojit të tij, në fakt kjo bën që edhe kontakti më njëherë me blerësit të jetë më i madh, pasi komunikohet direkt dhe u tregohet se kush është sasia dhe kush është produkti që do të vijë në markatën e peshkut. Sigurisht drejtori i Lezhë Invest, Besmir Frogu, ka bërë të ditur se në fakt kjo është një ndihmë e madhe edhe për të garantuar sigurinë ushqimore, një element shumë i rëndësishëm, sidomos në stinën e verës e për më tepër me produktet e peshkut, pasi duke qenë e kontrolluar, sepse kjo ndërmarrje ka brenda saj të gjithë stafin e nevojshëm të veterinerëve, të gjithë punonjësve që duhet ta monitorojnë dhe kontrollojnë të gjithë produktin, bën që edhe siguria ushqimore të jetë më lartë, por pa diskutim ajo që shihet si nevojë është vetë Ministria e Bujqësisë në fakt duhet t'i ndërgjegjësoj këto operatorë të peshkimit që të kalojnë përmes kësaj merkate, kjo për një arsye sepse në këtë mënyrë mund të bëhen të gjithë evidencat në fakt edhe sa i përket përfitimeve të mëvonshme që do të marrin vetë peshkatarët, por edhe administratorët e tyre, duke qenë se tashmë deklarojnë të gjithë sasinë e peshkut të zënë dhe sigurisht më pas edhe të shitur, dhe kjo e formalizon të gjithë në supermarkje, por pa diskutim bën që të jetë edhe më funksionale vetë si markat që ka të gjitha kushtet e nevojshme dhe të duhura që të funksionojë si e tillë. Por sigurisht ne kemi folur edhe me drejtorin e Lezhë Invest. Që është momenti ta ndjekim, çfarë thotë ai? Ta ndjekim. Ne kemi bërë disa ndërhyrje të vogla gjatë merkatës peshkut sipas kërkesave dhe pasi kemi konsultuar me grupet e interesit. Aktualisht merkata peshkut ka gjithë stafin e nevojshëm, me veterinerin, me përgjegjësin e merkatës peshkut, me ekonomistin, për të ndjekur gjithë zinxhirin e marrjes peshkut nga ania dhe për ta dorëzuar merkatën e peshkut, për ta certifikuar, për ta shitur në ato orare që ne do t'i bëjmë njoftime shumë shpejt. Ne kemi rënë dakord që do të bëhet njoftimi i merkatës peshkut si hapjes, si ankandit peshkut do të bëhet nga ora 6 mëngjesit deri në orën 12 në orën 1 drekës, në mënyrë që edhe subjektet ta kuptojnë dhe të ndërgjegjësohen që gjatë këtij orari mund të vinë të marrin peshkun e freskët në merkatën e peshkut në Shëngjin. Mirë, Gjergj, unë të falenderoj për këtë raportim. Faleminderit juve. Jemi rikthyer në studio, do të vijojmë në këtë momente me një raportim të kolegut Elton Mika për të folur për turistët të cilët zgjedhin në fakt të kalojnë pushimet e tyre në Himar, dhe Himara mbetet një ndër destinacionet më të frekuentuara dhe këtë vit ka një rritje të turistëve. Lidhemi me kolegun për të folur dhe për të mësuar pak më tepër. Elton, të përshëndes, do të fokusojmë pak më konkretisht tek Himara, ka një rritje besoj të numrit të turistëve dhe ka dhe një statistikë se sa përqind më shumë se sa viti e kaluar, dhe cilat janë pritshmëritë për këtë vit? Në fakt, referuar periudhës deri më tashmë, kemi një rritje në rreth 20% të turistëve krahasuar me një vit më parë në Himar, ndërsa pritshmëritë janë që
ky trend të vijojë edhe gjatë muajve korrik dhe gusht, pra që të kemi sërish rritje të numrit të turistëve krahasuar me një vit më parë. Në fakt i fjali konfirmuar edhe nga kryetari i Bashkisë së Himarës, zoti Tribin Gjikurie, i cili ka theksuar se referuar kontaktin që kanë patur me operatorët turistik në Himar, por natyrisht duke parë edhe prenotimet, kërkesat apo rezervimet e bëra, pritet që ky sezon të jetë sërish një sezon mjaft i mirë për Himarën. Në fakt duket se sezoni këtij viti ka filluar diçka më herët se vitet e tjera, madje edhe çelë sezoni turistik ishte më herët këtë vit për Himarën. Kjo edhe për shkak të rezervimeve apo kërkesave që kanë patur nga turistët e huaj kryesisht, por dhe nga ata vendas për të pushuar në Himar. Në fakt risia për këtë vit referuar të huajve duket se janë numrin i shtuar i turistëve gjerman, ndërsa mund të themi që ata që vinë nga Italia, nga Holanda apo dhe vendet e tjera tashmë janë të përvitshëm në Himar. Gjikuria ka theksuar edhe faktin që ka patur edhe një shtim të njësive akomoduese në gjithë territorin e Bashkisë së Himarës, pikërisht për shkak të fluksit të lartë të prenotimeve dhe rezervimeve, ndërsa duket se edhe në vitet në vijim do të vijohet pikërisht me këtë fakt, pra për shtim të njësive akomoduese, pasi pritet që nga viti në vit numri turistëve të ketë një rritje në Himar. Ne kemi kontaktuar edhe me turistë huaj, të cilët kanë shprehur vlerësimet e tyre pozitive për Himarën, por natyrisht edhe për Shqipërinë, për atë se çfarë kanë gjetur kryesisht në Himar, referuar klimës, detit, ushqimit, mikpritjes dhe gjitha këto, një pjesë e mirë ishin për herë të parë, por që natyrisht nuk mungojnë dhe ata të cilët janë shprehur se do të rikthehen. Nuk e di në ndjekin ndoshta edhe intervistën e kryetarit të Bashkisë së Himarës. Elton, do të ndjekin në këto momente të dyja së bashku. Edhe turistët e huaj. Pikërisht. Ka nisur më shpejt se që prisim dhe vetë ne ky sezon turistik, ka nisur që në fillimet e majit fuqishëm, mund të them. Normalisht kjo është përkthyer edhe në sfida për ne si bashki dhe si pushtet vendor, me pastrimin, me sistemimin dhe me gjithë mirëmbajtjen dhe problematikat që sjell kjo vizitueshmëri. Normalisht që kjo është një gjë pozitive. Aq sa kemi patur kontakte me gjithë grupet e interesit, për sa i përket muajit qershor dhe korrik, ka pasur një rritje në booking rreth 20% për gjithë hotelerinë. Nuk kemi akoma numra konkret për sa i përket gushtit, por besoj se ky trend do të vazhdojë. Yeah, very good. Në Himar është shumë bukur, është pastër, qetë dhe ka ushqim të mirë. Yes, it's the first time. Është hera e parë në Himar, është shumë e këndshme, gjithçka është e përkryer. Yeah, everything is been perfect. Si po të duket Himara së jetë? Po shumë mirë, më pëlqen shumë deti. Edhe ushqim kam qenë shumë herët. Çmimi po është pak jo për mua, po është pak shtret për njerëzit këtu. Qëndroni në hotel apo keni marrë apartament? Në apartamente. Sa është kostoja, më thuaj? Tash e kemi marrë lirë, po shtrenjtë është më vonë. Sa e keni kapur tani? 55. No. Elton, a ka rritje nga viti kaluar i çmimeve? Në fakt ndimet janë të ndryshme të turizmëve. Krahasuar me vitin e kaluar, mund të kemi rritje të lehtë të çmimeve, kryesisht në bare, restorante, por dhe në njësitë akomoduese, ata që ofrojnë kryesisht apartamente për familjar. Të paktën në këto momente, rritja është e lehtë, por ndoshta të presim korrikun dhe gushtin, atëherë kur fluksi do të jetë edhe më i lartë, ashtu siç edhe pritet në Himar që të jetë për këtë vit. Mirë, Elton, të falenderoj për raportimin. Faleminderit. Do të flasim në këto momente për Gramshin dhe pasuritë natyrore të tij, të cilët çdo herë më tepër thithin turistë, jo vetëm vendas, por edhe të huaj. Kolegja Edisona Skënderi është në këto momente. Edisona, të përshëndes, çfarë pëlqen dhe çfarë gjejnë vizitorët në Gramsh? Përshëndes Fabiola, gjen një larmishmëri pikash natyrore të cilat janë të bekuara nga Zoti, pasi janë perla të natyrës shqiptare, jo vetëm të Bashkisë së Gramshit, por gjithë Shqipërisë. Duke qenë se nga viti në vit tashmë pika turistike që ka Bashkia e Gramshit janë duke u bërë më të njohura dhe kjo është duke u reflektuar edhe tek numri i vizitorëve, por gjithashtu edhe i turistëve, të cilët nga viti në vit, referuar gjithnjë statistikave nga zyra e turizmit të Bashkisë së Gramshit, numri i tyre është në rritje.
dhe duket në fakt se Bashkia e Gramshit tashmë është duke lobuar sa më shumë, jo vetëm për të tërhequr vizitor vendas, por gjithashtu edhe për të tërhequr turist nga të gjithë vendet e botës, të cilat nga ana tjetër në fakt nuk kanë munguar, pasi kemi pasur mundësinë në fakt të marrim edhe statistikat që i takojnë vizitorëve të huaj, dhe sipas specialistëve në Bashkinë Gramsh, të shumë kanë qenë vizitorët që kanë ardhur Mirë, këto duket mjaft qartë në fakt se si edhe nga pamje se si edhe gjithë turistët dhe vizitorët veç pjesës vizitës tek atraksionet turistike, ata kanë dhe ambient për të organizuar aktivitete, si ku ndryshojmë që janë duke vallëzuar, janë të gjithë bashku, pasi është vetë natyra dhe zona që të ofron edhe një lehtësi të tillë, ku mund bërë gjithçka që për të kaluar momente vërtet shumë të bukura. Kolegja Edisona Skënderi ka marrë në intervistë dhe shefin e kabinetit Bashkisë së Gramshit, Blerina Bajko. E ndjekim në këto momente. Përsa i përket shifrave të turistëve që na kanë vizituar në sezonin 2024, nuk kemi shifra zyrtare, por në bazë të strukturave tona, le të themi që kanë tejkaluar 120.000 turistë nga Shqipëria dhe patjetër nga vendet si Gjermani, Holland, Francë, këto janë vendet që kanë preferuar më tepër. Pse? Duke qenë Gramshi një territor malor, turizmi aventurës është një nga prioritetet që ne kemi dhe një nga arsyet për cilën vizitorët na vinë për të na vizituar. Pikat turistike, le të themi, më të rëndësishme janë ujvara Sotirës, kanjoni Holtës, liçeni i Zambakëve ose më mirë liçeni i Dushkut, gjithë zona e Grabovës, që është një vend jashtëzakonisht me një histori shumë të pazbuluar. Edisona, po, krahasuar me vitet e tjera, çfarë ndodh këtë vit? A ka pritshmëri të tjera për Gramshin? Ka pritshmëri në fakt, pasi duke qenë se jemi tashmë në nisje të sezonit turistik dhe na presin të paktën dhe 3 muaj, të cilët pritet të ketë një numër të lartë të turistëve që do të vizitojnë Bashkinë e Gramshit, dhe për këtë arsye në fakt janë menduar edhe disa aktivitete të cilat do të zhvillohen në pika turistike. Aktiviteti i radhës i cili është programuar në fakt nga Bashkia e Gramshit do të jetë koncerti që do të mbahet në fushat e Grabovës, më saktë tek fushat të cilat janë me livando. Të gjithë ata që janë adhurues të natyrës, por gjithashtu edhe fansat të këngëtarëve shqiptar, të kenë mundësinë ta shijojnë në një ambient shumë të bukur dhe padyshim të kalojnë çaste shumë të këndshme. Gjithashtu edhe për gjatë javëve në vijim do të ketë panajire dhe aktivitete të tjera me qëllim argëtimi, jo vetëm të vizitorëve, por gjithashtu edhe turistëve, të cilët siç dihet tashmë kanë shumë interes sa i takon zonave të cilat janë deri diku në thojza të egra dhe të pa eksploruara më parë. Dhe Bashkia e Gramshit në fakt ka një larmishmëri pikash turistike, ndër të cilat, siç e dëgjuat edhe nga sikroni i specialistës së Bashkisë së Gramshit, përmendi edhe kanjonin e Holtës, të cilin unë përfitoj për t'ju dhënë edhe një kuriozitet për të gjithë ata të cilët janë fansa të plazhit, por nuk kanë dëshirë të shkojnë në det, mund të bëjnë fare mirë plazh në kanjonet e Holtës, gjithmonë duke respektuar rregullat dhe duke u informuar paraprakisht në lidhje me të gjitha pikat turistike ku do të shkojnë. Pasi, duke qenë se është terren malor, duhet patjetër të konsultohen fillimisht me kujdes dhe më pas të shijojnë bukuritë natyrore që ofron Bashkia e Gramshit, por jo vetëm. E kuptoj, mirë Edisona, faleminderit. Ndërkaq në Gjirokastër, një monument i cili është në fakt i përket monument kulture të kategorisë së parë, siç është manastiri i Spiles, do të nënshtrohet restaurimit. Kolegu Elidon Berberi do të na informojë në këto momente. Elidon, të përshëndes, do të restaurohet edhe manastiri i Spiles, na shpjego pak më tepër rreth
kësaj procedure, ka nisur, cila pjesë do të restaurohet? Vela Merdita dhe në këtë fjalë për një nga kultet fetare të besimit ortodoks më të rëndësishme, jo vetëm në Gjirokastër, po në të gjithë jugun e Shqipërisë dhe konkretisht manastiri i Qesku në brendësitë të tij është edhe kisha tjetja e Shënmërisë. Është një nga manastiret më Shëshojmë fakt që ka nisur edhe puna për restaurimin, për të ruajtur edhe këtë monument shumë të rëndësishëm kulture të kategorisë së parë, janë pamje që shihen nga puna e përditshme. Elidon, jemi sërish të bashkë, më dëgjon? Po. Po, më thuaj. Atëherë flasim për një nga manastiret më të rrallë që tash në jug të vendit, i cili gëzon edhe statusin monument kulture kategori e parë. Për fat të mirë, ky manastir apo kult fetar i shpëtoi shkatërimit që u krye në vitet 67 nga kohët sistemi, por për fat të keq nuk rezistoi dot shkatërimit të faktorit kop, pasi kemi me një godin gati 4 shekullore, ku normalisht erozioni dhe të tjera problematika kanë sjellë këtë situatë. Për fat të keq, disa godina Mirë, ndërkaq, Elidon, ti ke marrë intervistë, më dëgjon? Ke marrë edhe në intervistë drejtorin e drejtorisë së trashëgimisë kulturore të Gjirokastrës, Ardis Duka, ne do ta ndjekim në këtë momente se çfarë thot ai. Kish një ngabitje më të rëndësishme të kultit në rajonin e Gjirokastrës, është deri në shekullit e 17. Dhe ndërhyrja koncesione restaurimit të aktivitetit në pjesën e arkitekturë. Nuk e përfshi restaurimin e shemerave, kupola, hidroizolimin, fugat e minjeve, të gjithë elementeve strukturore të manastirit. Parisht punime do vazhdojnë normalisht, njësur duke respektuar të gjitha kartat e restaurimit apo dhe konventat e kombëtare e ligjet e vendut. Duke ruajtur teknikat e vjetra të restaurimit dhe duke përdorur të gjitha materialet e njëjta me materialet të cilat ky objekt ka patur në fazën e të ndërtimit. Ka përfunduar restaurimi i qatis ose kupolës të narteksit, ndërkohë po vazhdon me qatin e tamburit dhe gjithashtu me fulatimin e muratutës. Mirë, ishim me kolegun Elidon Berberi në këtë raportim, ndoqëm edhe intervistën që e ka realizuar me drejtorin e drejtorisë së trashëgimisë kulturore të Gjirokastrës. Në vind do të kemi një shkëputje shumë të shkurtër. Imi rikthyer në studio, vjoj me lajmet pas 37 seanca të dështuara, ndërhyn gjykata kushtetuese e Kosovës duke lënë afat 30 ditor për konstituimin e kuvendit të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit. Vendimi u mor të enjtën nga kushtetuesja pas kërkesës nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në një reagim në rrjetet sociale, kreu i kësaj partie Ramush Haradinaj bëri thirrje për respektim të këtij vendimi nga deputetët. 30 ditë kohë, ky është ultimatumi i gjykatës kushtetuese të Kosovës ndaj ligjvënësve të dalë nga zgjedhjet e 9 shkurtit për konstituimin e kuvendit. Vendimi u mor këtë të enjtën nga gjykata kushtetuese pas kërkesës për një gjykim nga Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës, e cila kërkoi nga ajo një sqarim mbi ndërrimin e metodës së votimit nga i hapur në votimin e fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit. Në pajtim me këtë akt gjykim, duhet që sa më shpejt dhe jo më vonë se 30 ditë të përfundojnë seancën konstituive të kuvendit, duke zgjedhur kryetarin dhe nënkryetarët e tij, thuhet në akt gjykimin e publikuar të enjtën. Kreu i kësaj partie, Ramush Haradinaj, ka bërë thirrje për respektim të vendimit nga ana e deputetëve. Shfrytëzoj rastin që t'ju bëj thirrje të gjithë deputetëve pa dallim përkatësie politike partijake që ta zbatojnë këtë vendim të gjykatës kushtetuese dhe t'i japin rrugën konstituimit të kuvendit dhe krijimit të institucioneve që dalin nga zgjedhjet e fundit parlamentare. Nëse një gjë e tillë nuk do të ndodhë, atëherë do kemi të bëjmë me zgjedhjet parakohshme në Kosovë si një mënyrë për t'i dhënë fund të ngërçit politik. Kemi ardhur në fund të Shqipëria sot, ju ftoj të klikoni në ibin ton abc-news.al për tjera zhvillime, në radio në gjeni në frekuenca 105 FM. Në edicionin e mesdites do të jemi sërish bashkë.